Përpara se dishepujt e Jezusit të merrnin premtimin që i erdhi nga lart, ata nuk dinin të lutesh. Të zbresi zjarr nga qielli, që t'i vrasim këta njerëz. Nuk dinin të lutesh. Kur morën premtimin ata, pasi u pastruan ku? Pastruan në zemër. Nuk ishin me urrëtie, nuk ishin me xhelozi, nuk ishin me smir, e kishin zemrën të pastër. Pse? Sepse fryma e Perëndis hyri në ta. Dhe në ai moment i vran, i torturuan, i thërritën emra. Çfarë nuk i bën? Ata nuk thanë kurrë, të vdesin armiqtë tanë, këtë që po na bën juve do vdisni, këtë që do bën. Jo, le të bëhet vullneti i Zotit. Pse? Sepse fryma e Perëndis, fryma e shenjtë, që zbriti nga lart, jetonte në ta. Dhe fryma e shenjtë nuk mallkon. Fryma e shenjtë nuk vjedh, fryma e shenjtë nuk ka xhelozi, po fryma e shenjtë fal, fryma e shenjtë ndihmon, fryma e shenjtë çliron, fryma e shenjtë mëson, fryma e shenjtë bekon. Kërkojnë çik zemrën tënde, je gati për frymën e shenjtë të zbresin mbi ty. Bëj një shqyrtim zemrës tënde.